Në mendimin tuaj, neni 115 ka delegim ligjor apo nuk ka delegim ligjor? Pra, neni 62 me gjithë pikat që ka ligji përveç qeverisë vendore. Se ju e përmendët që thatë në fillim të ligjit, citohet neni 115. Kjo është pyetja ime. Ka delegim apo s'ka delegim? Si e konsideroni ju? Ne konsiderojmë që neni 115 i ligjit nuk lejon, i kushtetutës më fal, nuk lejon, nuk ka hapësirë që nëpërmjet një ligji të shtohen shkaqe të tjera shkarkimi përveç atyre që thot neni 115, që është shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve. Dhe çdo shkak shkarkimi, kudo që ekziston në çfarëdo lloj ligji, ose është në përputhje me neni 115, ose nuk është në përputhje me neni 115. Dhe nëse nuk është në është antikushtetues. Por, ne shikojmë mundësinë që është në përputhje me neni 115. Pra, ne themi që neni 115 nuk ka hapësirë. Kjo ishte përgjigje. Pyetja ime është më konkrete, nderuar. Ka delegim apo s'ka delegim? Ju dhat një shpjegim, por unë dua të kuptoj. Ka delegim, e konsideroni që ka delegim, pra neni 62 sa e përmendët në parashtrime, tha, edhe vetë ligji e ka të parashikuar lart. Po, i vetmi delegim që mund t'japi neni 115 është që legjislatori të krijojë shkaqe shkarkimi në përputhje me të. Pra ka delegim për ju? Ka delegim, po që siç janë varianti B dhe C i neni 62 që ne mendojmë që janë detajime të termit shkelje rënd. Aja është e neni 62 është motamo neni 115. E kuptova. Mirë. Kam një pyetje tjetër për juve ose për kërkuesin vet. Thjesht për ta ndarë, me një përgjigje shumë të shkurtër, po ose jo. E konsideroni veten në mungesë, po në mungesë me arsye, apo e konsideroni veten që jeni duke ushtruar detyrën, ose keni qenë duke ushtruar detyrën, në kuptimin faktik? Unë duhet ta pranoj që jam profan, e nderuar zonë kryetare në jurisprudencë, po përgjigja e ndershme do ishte kjo. Thonë Tiranësit për shpirt do dohet isha në zyrë, jo në burg, me delegim. Po përsa kohë që ligji dhe është e ligjshme delegimi i detyrës, Tiranës nuk i ka munguar as dhënia e ndërtimit, as pastrimi, as mbjellja, as eventet, kështu që përsa kohë që asnjë procedurë nuk është bllokuar për meje, kjo është për mua një mungesë me arsye. Një strukturë e shtetit më mban në Durrës, një strukturë e shtetit tjetër më thotë se si në Tiranë. Kështu që unë besoj për të zgjidhur këtë kaos, edhe për të referuar raportit Veneci që pata mundësi ta lexoj, i adreson të dyja. Duhet pasur shumë kujdes me masat e kryetarit të bashkimit, se nuk janë vetëm drejtat e individit, të cilat po shkelen, po dhe të qytetarëve. Po nga ana tjetër, super kujdes për largim, sepse kthehem në një precedent ku kjo kthehet pastaj në vend që tjetë një përjashtim nga rregulli. Dhe ju pyetët ku gjendem unë sot, në fakt gjendem në një absurditet. Jam në një roman të Kafkës për moment. Faleminderit. Po. Vetëm një shtesë të vogël. Edhe sot e kësaj dite, Bashkia e Tiranës në kryetarja në detyrë, ngarkuar për të kryer detyrën e kryetarit të bashkisë, firmos me shkresat kryetari i bashkisë Erion Velie dhe munges me porosi, zonja Kristani. Pra për ta ndarë në lidhje me nenin 62 që flet për mungesën, ju thoni jam në mungesë, po jam me arsye, apo në fakt nuk jam në mungesë dhe jam duke kryer detyrën për shkak të delegimit të detyrave zonjës Kristani. E nderuar, në variantin ton, neni 62C-ja nuk përqendrohet thjesht mungon apo s'mungon, por mungon për shkaqe objektive apo për shkaqe subjektive. Mungon për shkak të ekzistencës së një mase sigurie që të kufizon të ushtrosh në mënyrë të plotë detyrën, apo mungon për shkak se ti vetë ke zgjedhur të mos shkosh në detyrë.
dhe në kuptimin që ne japim në një 62C, sipas 115 kushtetutës, mungesa, nëse mund quhet mungesë, dhe po bie dakord që është mungesë, është për shkaqe objektive të pavarura nga zoti Veliaj, pa faj. Mirë, faleminderit. Pra, qëndroni ides që është në mungesë, po është me arsye objektive. E kuptova. Mirë, kam një pyetje tjetër. Ju thatë që ju në fakt keni marrë njoftim për këtë mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por e kontestoni Këshillin në kuptimin e procesit, të mënyrës se si është mbledhur, të mënyrës se si është proceduar, të faktit që ju nuk ju është ndjeni agenda, programi pra mbledhjes e tjera. Në momentin që erdhën ndjeni që do kishte një mbledhje, dhe sigurisht që në media ishte thënë edhe mundësia e shkarkimit tuaj. A tentuat ju teritoria e burgjeve që të kërkoni leje për të marrë pjesë në këtë mbledhje? Keni bërë ju një veprim ose avokatët tuaj në lidhje me këtë çështje? Nga ana e kryetarit bashkisë, pasi është vënë në dieni për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, është drejtuar me shkresë drejtorisë së përditshme të burgjeve dhe i ka kërkuar informacion. Që keni ndonjë kërkesë nga ana e Këshillit Bashkiak që unë Rion Velia, sekretari i bashkisë, të pritëm dhe të dëgjohem në mbledhjen e Këshillit, dhe nga ana e kështu është bërë te prokurorisë së posaçme në njëta kërkesë, nëse do jepë miratimin apo jo, dhe nga ana e drejtorisë së përditshme burgjeve është shkruar përgjigje që nuk kanë asnjë kërkesë nga ana e Këshillit Bashkiak në lidhje me njoftimin e zotit Rion Velia për mbledhjen e Këshillit. Dhe për ta plotësuar, nderuar zonjë kryetare, në fakt nuk më kanë njoftuar ata mua, kam njoftuar unë ata, pasi e pash media. Dhe përgjigjja cinike, a thua se nuk dihet kush kryetari i bashkisë, po munde eja, po s'munde nga çoni i letër, unë them që është fyse. Dhe cinizmi nuk është ndaj meje personalisht. Ky është një cinizëm ndaj ligjit dhe nga një person që në fakt s'është fare personi që duhet ta merrte këtë vendim. Duhet votojnë këshill. Do ftohet kryetari i bashkisë, siç u mblodhet ju dhe vendoset për këtë. Kështu që në këtë sens, kjo është përgjigjja shteruese. Ajo që po synoj me pyetjen time është verifikimi i veprimeve që keni bërë ju. Jo verifikimi i procedurës së ndjekur nga organi. Pra, ju vini në dieni, ju keni avokat. Në paktën në prokurën që është paraqitur në gjykimin kushtetues, prokura daton që nga koha kur ka ndodhur arrestimi. Pra, është një prokurë që qëndron aty. A bët ju në një përpjekje përveç kërkesës për informacion në drejtoria e burgjeve, ju apo avokatës, tash le të themi që përfaqësimi me avokat lejon prezencë, është një formë prezence. Pra jo vetëm in person, në person, po me anë të përfaqësuesit. A janë bërë veprime të tjera nga përfaqësuesi apo nga ju për të kërkuar patjetër pjesëmarrjen tuaj, dua të verifikoj veprimet tuaja, përveç atë që juve sapo e përmendët. Po, nderuar kryetare, nga ana jonë edhe më përpara, për ngjarje të tjera, është bërë kërkesë edhe drejtorisë përditshme të burgjeve, edhe prokurorisë posaçme për një leje të veçantë për shkak kryetarin e bashkisë për arsye familjare. Një rast për shkak ka qenë që unë ta them në shoqërimi i djalit të tij në klasë partit në fakt shkollës. Nga ana e prokurorisë posaçme i bërë me dije që leja refuzohet, së bashku edhe nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, sepse nuk lejohen raste të tilla, sepse ligji parashikon raste të mund të lejohet një leje veçantë. Dhe për këtë arsye ne jemi drejtuar Këshillit Bashkiak që të marrin pjesë. Ishte vetë Këshilli Bashkiak, një institucion shtetëror që drejtoheshe prokurorisë posaçme dhe drejtorisë përgjithshme të burgjeve për lejimin e zotit Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, sepse ne ishim të bindur që nëse nga zoti Veliaj do bëj kjo kërkesë, atëherë do të merrim të njëjtën përgjigje nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Belinda Balluku. Një kazan të terë të zjesh, të terë. Të terë shu janë ata, se qa po në bëjnë. Ju thoni që në kuadër të parashikueshmërisë nuk mendonim që do kishim pasur sukses po të drejtohen drejtorisë burgjeve, pra po mundohem të manipuloj, të punoj me fjalët që juve thatë. Çfarë ju pengoi juve, avokati me prokuror, për të qenë prezent, për të bërë, për parashtruar gjithë elementet që juve sapo i thatë këtu? Siç e tha nderuar kryetari, siç e tha zoti Veliaj, pra, është ka qenë vetë ftesa e zotit Veliaj që të paraqitet atje, dhe jo ftesë i kargu nga Këshilli Bashkiak. Dhe në asnjë moment, pra përveç kohës së shkurtër që ishte në dispozicion, një ditë a 2 ditë, ne nuk mund të drejtoheshim drejtorisë përgjithshme të burgjeve vetë nga ne. Përse juve si përfaqësues
bazuar në prokurën e cila pothuajse liston dhe shtëron të gjitha veprimet procedurale, nuk shkua dhe nuk u paraqitët në emër të zotit Velia duke parasysh. Po, faleminderit këtë se mendimin tim kjo nuk do ishte një mbrojtje reale e i mandatit kushtetues të zotit Veliaj. Sepse zoti Velia do të jetë vetë i pranishëm për të shprehur të gjithë observacionet që thotë Këshilli Bashkiak dhe për të thënë pse nuk ka qenë prezant të kësaj kohe. Pra, për mendimin tim është një drejtë e tij kushtetuesit ta ushtronte në një mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse shkonte një nga mbrojtësit, atëherë do ishte një proces, sa për të thënë me gjuhë popullore për sy përfaqe që zoti Velia e zaroi të drejtën e dëgjimit para Këshillit Bashkiak. Dhe përsëri për ta mbyllur këtë çështje. Në kuptimin ju ngritët pretendime në lidhje me veset e procedurës. Pra procedura thoni që ndoq nga Këshilli Bashkiak, përveç pjesës tjetër që patjetër mbetet një e drejtë, mënyra se si çdo kush nga ne mbron veten është një gjë pothuaj origjinale. Por në kuptimin e veseve të procedurës, nuk e kishte të mundur avokati ta bënte këtë gjë? Po. Pretendimet lidhen me procesin, me procedurën. Po, që në fillim të këtij procesi dhe në momentin e vënë në dieni, pra ky proces fillon dhe thërritja mbledhjes e Këshillit Bashkiak, pasi vënë dieni fillon në vijim të mbledhjes së asamblesë së Partisë Socialiste. Pra në këtë pjesë, ky proces është pothuajse tërësisht politik, ashtu siç është argumentimi tashmë që kemi vënë dieni të relacionit të Këshillit Bashkiak, dhe më mirë se zoti Veliaj në një proces politik, kryetari i Bashkisë së Tiranës mund ta mbronte dot, sepse nuk kemi proces ligjor në këtë moment. Nga vendimi i Këshillit Bashkiak është një vendim tërësisht politik, ashtu dhe relacioni përkatës. Faleminderit. Pyetja e fundit që kanë, po. Nderuar, unë do ta shikoja në këtë këndvështrim. Nuk rezulton në një procedurë të iniciuar nga Këshilli Bashkiak. Asnjë veprim. Erionin? Edhe Erionin ai kishte makineri i votas. Një procedurë që ta kryente zoti Velia dhe avokatët e tij, dhe zoti Velia nuk e ka kryer. Pra një detyrim brenda kësaj procedure. Gjëra ekstra që avokatët mund të bëjnë, shkresa, prezenca, janë gjitha ekstra, por nuk janë pjesë e procedurës se si duhet të vazhdojë procedura. Detyrime procedurale. Detyrimet procedurale, në moment që inicion Këshilli Bashkiak, procedurën i ka Këshilli Bashkiak. Njësoj si gjykata kushtetuese. Se tani po flasim për prezencën, njohjen e aktet, drejtën për të parashtuar pretendimet, kontradiktorialitetin, gjitha këto. Pra, në të njëjtën mënyrë siç veproi gjykata kushtetuese, që inicion procesin dhe e kontrollon gjithë procedurën, zoti Velia në procedurën iniciuar nga Këshilli Bashkiak nuk ka pasur një detyrë që s'e ka ushtruar. Mirë, faleminderit. Një pyetje tjetër në lidhje me procesin. Juve e kontestuat çështjen e votimit të fshehtë si një nga elementet për cilët thoni votimi ka qenë i pavlefshëm, pak më kështu e kuptuam nga mënyra se si e paraqitet. Pse legjitimojeni ju për ta kërkuar këtë gjë kur e drejta për votim, për mënyrën se si voton, është një drejtë që mbartet nga votuesi? Thjesht koncepti i legjitimimit tuaj për këtë pjesë të kërkimit. Mendojmë që jo më kot në një 58 i rregullores e ka përcaktuar që kur flasim për akte administrative individuale, siç është rasti i shkarkimit, votimi duhet të jetë i fshehtë dhe këtë e ndan me procedurë, me një votim para prag vetë Këshilli Bashkiak. Dhe ne e konsiderojmë në kuadër të ligjshmërisë së procesit. Pra, është një procedurë që duhet plotësuar gjatë këtij procesi. Një mundësi që duhet dhënë Këshilli Bashkiak të vendosë vetë para prag se si do votojë. Pra, në kuadër të ligjshmërisë. Mirë, dhe pyetja e fundit që kam për avokatët, kryesisht është pretendimet tuaja në lidhje me shkeljen e parimit të hierarkisë së akteve, që lidhet me vendimin e Këshillit Ministrave. Duke pas parasysh që jemi në një ankim kushtetues individual në thelb, si e shtroni ju këtë element të parimit të hierarkisë së akteve, ku në fakt, në mënyrë natyrale, kjo bëhet pjesë ku jemi në kontroll abstrakt të normave. E kisha të paqartë nga mënyra se si keni parashtruar, nëse mundeni të na sqaroni. Ne mendojmë që nuk mund të kalohet direkte në zbatimin e një
dispozite ligjore, duke anashkaluar dispozitën kushtetuese që lidhet me këtë dispozitë ligjore. Dhe në hierarki do kalojmë nga dispozita kushtetuese, pastaj te dispozita ligjore. Tjetër debat, nëse është në përputhje apo jo me dispozitën kushtetuese, por nuk mund të shmanget dispozita kushtetuese. Ne konstatojmë që shmangja ka qenë e qëllimshme dhe kemi kaluar direkte në një referim, në hierarki, direkte në dispozitë ligjore. RKM-ja është një akt individual apo është një akt normativ? Në rastin konkret është individual, si akt. Mirë, unë nuk kam më pyetje të tjera, do vazhdojmë me pyetje nga Këshilli i Ministrave dhe pastaj nga presidenti.